dyshim në fund dhe për ndërkombëtarët. Dhe unë i kam parë të gjithë elementet e Partisë Demokratike, të gjithë elementet e atij që u quajt Bashkimi në Diversitet, që të jenë në një mendje dhe në një qëndrim për këtë. Të gjithë kanë qenë duke denoncuar, duke faktuar, duke mbledhur prova për këtë farsë zgjedhore që ka ndodhur. Pasi të mbaroj kjo fazë e parë, natyrisht që do të ketë dhe një fazë të dytë që do jetë analiza e brendshme e Partisë Demokratike. Reflektimi dhe analiza e brendshme për atë që i takon Partisë Demokratike, po flas, përgjegjësinë që pa diskutim. Edhe sikur të kishte fituar zgjedhjet, prapë do të kishte nevojë për një analizë të brendshme. Është gjëja më normale që ndodh në çdo parti politike. Po unë dua ta përsëris këtë në mënyrë që të dalë sa më qartë. Janë dy faza. Faza e parë është faza e denoncimit dhe faktimit të kësaj farse zgjedhore, në mënyrë që të mos ketë asnjëri që të ketë dyshim që ajo që ishte këtu nuk ishte një proces zgjedhor, por ishte një farsë, ishte një masakër zgjedhore, dhe më pas patjetër që do të ketë analizat e brendshme Partia Demokratike, siç e bën çdo parti politike, çdo person që ka qenë në një post drejtues do duhet të bëjë analizën e vet për punën që ka bërë, për qarkun që ka mbuluar, do duhet të mbajë përgjegjësi pa diskutim, dhe ky duhet të jetë një proces. Dhe unë mendoj se kushdo që ja do të mirën Partisë Demokratike do duhet të kërkojë që të ketë një proces dhe jo të merret me emra apo me atë që intereson të gjithë mediave që iku zoti Berisha, ndinti zoti Berisha, që unë mendoj se nuk e ka atë rëndësi saç do të kishte forcimi i Partisë Demokratike dhe bashkimi i Partisë Demokratike me të gjithë shoqërinë shqiptare në mënyrë që t'i bëjmë ballë këtij regjimi që është instaluar në Shqipëri, në mënyrë që mos të përsëriten farsat zgjedhore pafundësisht. Kjo bëhet me dy mënyra, me të gjithë së bashku Partia Demokratike me shoqërinë shqiptare të kërkojnë një qeveri teknike, në cila më pas do të mundsojë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe një konkurrencë mes të gjithë faktorëve politik në vend, në mënyrë që ne të kemi më në fund pas 12 vitesh të kemi sërish zgjedhje të gjithë pranuara dhe qytetarët shqiptar të arrijnë të zgjedhin më në fund të lirë. Qartë. Nikola, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet e tua. Ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi dhe për mua. Ishim me drejtorin e Institutit Konservator, Nikola Kedhi, në Partinë Demokratike. Do të shkëputemi dhe rikthehemi vetëm pas pak, vëjojmë. Shikues të nderuar, ja ku jemi rikthyer në pjesën e dytë të kësaj interviste të aktualitetit për ditën e sotme. Do të flasim tani për zhvillimet në Kosovë dhe zhvillimet ndërkombëtare që lidhen padyshim me faktorin shqiptar, por jo vetëm, me zhvillimet më të rëndësishme nga rajoni dhe nga bota. Po do ta nisim me Kosovën. Kam kënaqësinë që të kem në lidhje të drejt për drejt analistin Shqipërim Pula. Shqipërim, të përshëndes edhe shumë faleminderit që jemi së bashku në këtë bisedë. Faleminderit për mundësinë. Me njëherë po e nis me krizën politike në Kosovë, takimi i 31 sot i kuvendit ende nuk kemi një zhbllokim të situatës. Zonja Albulena Haxhiu vazhdon të ngelet, po themi, kandidatja për krye kuvendare nga ana e fituesve të këtyre zgjedhjeve të lëvizjes vetëvendosje, por me sa duket nuk po gjen ende konsensusin edhe të partive të tjera. Si i bëhet hallit, pyesim ne shqiptarët, si zgjidhet kjo situatë? Po, zgjedhjet e 9 shkurtit kanë prodhuar një rezultat i cili ka pamundësuar që të ketë një numër të mjaftueshëm votash të deputetëve për të bë, le të themi, formimin e institucioneve qendrore, dhe në këtë rast fillimisht Kuvendit të Republikës. Dhe fatkeqësia qëndron që kemi një këmbgulje të padrejtë, të çuditshme nga spektri politik në Kosovë, kryesisht nga partitë ish opozitare, për të mos votu këtë kandidate të propozuar nga partia e parë fituese. Por ajo çfarë mund të themi lirshëm është që në vend se në Kuvendin e Republikës të zgjidheshin problemet e qytetarëve të Kosovës, pra të lehtësohej jeta e qytetarëve të vendit, problemi është qëndru vetë Kuvendi i Kosovës. Pra qytetarët me sy e vesh janë drejt Kuvendit të Kosovës për të parë nëse do të ketë një dakordancë, do të ketë një konsensus për të vazhduar tutje, pra për të kaluar në fazën e dytë, që do të nënkuptojë krijimi i qeverisë, por që ka ngjecje në fazën e parë që
nuk po konstituohet kryesia e Kuvendit të Republikës. Tash në datën 12 tetor, Presidenti i Republikës, zonja Vjosa Osmani, ka vendosur zgjedhjet vendore, po a mund të shkojmë edhe drejt zgjedhjeve të përgjithshme paralelisht me zgjedhjet vendore? Si dilet nga kjo krizë? Çfarë po rrezikon Kosova për shkak të kësaj krize? Tashmë ka zërat mjaftueshëm që po e përmendin mundësinë të shkuarjes në zgjedhje të përgjithshme së bashku me ato lokale dhe nëse do të ketë një dakordancë të spektrit politik për të shkuar në drejt zgjedhjeve të përgjithshme mbetet për tu parë, por zëra si kërkesë për një mundësi të tillë ka tashmë janë shpeshtuar. Qartë. Shqipëri, unë edhe përpara se të nisnim këtë bisedë, po flisnim pak për datën e çlirimit të Kosovës. Sot është 12 qershori. Data e çlirimit të Kosovës, 12 qershori vitit 1999. Rastisi ndodhi që para 2 ditësh u nda nga jeta edhe ish kryeministri i Kosovës, zoti Bujar Bukoshi, përpara datës së çlirimit, ish kryeministri në Mërgim. Meqense jemi në këto momente historike, po them, çfarë mendoni se ka qenë kontributi i zotit Bukoshi në të gjithë këtë procesin e çlirimit dhe të pavarësimit të Kosovës, shkurtimisht? Atëherë, në kontekstin historik, duhet parë që Kosova kishte statusin e njësisë federative të ish Jugosllavisë sipas kushtetutës të vitit 1974 dhe pas ardhes në pushtet të Slobodan Miloševićit, ai status juridik dhe politik i Kosovës si njësi federative e Jugosllavisë u suprimua dhe natyrisht që krijoi një gjendje politike krejtësisht të ndryshe nga statusi që kishte Kosova me atë kushtetutë dhe ishte e domosdoshme, do thosha domosdoshmëri e kohës, një organizim politik dhe institucional për shqiptarët e Kosovës, shqiptarët shumicë në Kosovë dhe natyrisht që në fillim vitin 90-ta filloi organizimi politik, ju e dini me lidhjen demokratike të Kosovës, por edhe me disa parti të tjera, dhe natyrisht që nga zgjedhjet e vitit 91, pra edhe sipas kushtetutës së Kaçanikut, u formua qeveria e Republikës së Kosovës, si quajtur atëherë, përkundër faktit që ajo qeveri e Republikës Kosovës sipas kushtetutës së Kaçanikut dhe deklaratës kushtetuese të 7 korrikut 90 nuk u njeh nga ndërkombëtarisht, pra nuk fitoi subjektivitetin ndërkombëtar përkundër faktit që ajo qeveri funksionoi në ekzil dhe natyrisht që ka kontributin e saj për organizimin e jetës shoqërore dhe institucionale në brenda Kosovës, duke e mbajtur gjallë arsimin dhe shëndetësinë, padyshim këto dy segmente kruciale për ekzistencën e shqiptarëve në Kosovë dhe natyrisht që ka kontribut të jashtëzakonshëm, por që rrethanat e kohës ishin çfarë ishin dhe tashmë i mbetet historisë besoj. Qartë. Mirë, rikthehemi sërish në aktualitet, sepse kam vërtet shumë pyetje që kam dëshirë t'i konsumojmë së bashku. Qeveria e Kosovës ditën e djeshme ka pranuar, po themi të strehoj, rreth 50 emigrantë nga vende të treta pas një kërkese zyrtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendimi i cili u mor me thënë të drejtën pa një diskutim ose debat publik, po themi kështu. A është kjo një shenjë e një partneriteti të thelluar tashmë me administratën Trump, apo një precedent i rrezikshëm? Si do ta konsideroje? Tani, administrata në shtëpinë e bardhë ka bë kërkesë, në fakt ka bë 10 kërkesa tek shtetet që konsiderohen aleat të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të marrë qytetar të kategorisë të tillë për strehim të përkohshëm pas një verifikimi natyrisht dhe një kërkesë e tillë është drejtuar edhe në drejtim të Kosovës dhe Republika e Kosovës në të rast institucionet e saj përkundër faktit që janë në detyrë kanë trajtuar këtë kërkesë me një shpejtësi për faktin se vije si kërkesë nga një shtet shumë aleat, mbështetës i Republikës Kosovës dhe natyrisht kjo dëshmon edhe lidhjet tona shumë stabile
për të administruar një kërkesë të tillë dhe për të pranuar kërkesën si të mirëqen, për aq kohë sa i nevojitet dhënia e ndihmës së Kosovës kundrejt Shtetit Bashkuar të Amerikës. Opozita nuk ka reaguar ose ka reaguar po unë s'jam në dieni për këtë gjë në dijenin tënde? Besoj që i gjithë spektri politik do të ishin në favor të një kërkese nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po më shuaj një kuriozitet, sepse të gjithë e dim nga, po themi, qeveria Kurti 1, po themi, situatën e acaruar midis qeverisë Kurti dhe administratës Trump. A po shkojmë drejt një takimi të kryeministrit Kurti në shtëpinë e Bardhë si pasojë e zbutjes dhe e kthesës për mirë në këto marrëdhënie nisur nga kjo marrëveshje për emigrantët? Lejo të korrigjoj, në qeverinë Kurti 1 nuk ka pas ndonjë mosmarrëveshje apo përplasje me administratën Trump, por ka qenë një keqpërdorim i detyrës dhe i besimit dhënë nga presidenti Trump kundrejt Grenell, dhe ai bëri disa hapa të cilat nuk janë në frymën e parimeve të demokracisë amerikane, pra keqpërdori detyrën e tij duke ndërhyrë në mënyrë flagrante dhe duke pamundsuar jetësimin e asaj qeverie, pra erdhi deri tek rrëzimi i qeverisë me akter politik të cilët i gjetin brenda Kosovës. Pra relacionet e Kosovës me Shtetin Bashkuar të Amerikës asnjëherë në asnjë rrethon nuk kanë pasur përplasje, përkundër faktit që mund të ketë individ të cilët mund të interferojnë në këto relacione. Qartë. Mirë, po i rikthemi për pak aktualitetit në Kosovë, krizës, po themi, 700 deri në 800 milion euro projekte janë të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve, për shkak të mungesës së kuvendit. Qeveria që është qeveria në detyrë, por nuk është formuar qeveria e re, kuvendi nuk është konstituuar, ndërsa ndërmarrjet publike dhe bizneset janë në pritje të politikave. Një pyetje që unë kam për ju si analist në Kosovë, kush e paguan faturën e të gjithë kësaj? Tani, një pjesë e këtyre mjeteve financiare që ju i theksuat janë në mjetet të cilat kanë mbetur pezull si rezultati mos miratimit të marrëveshjeve ndërkombëtare nga ana e legjislaturës së mëparshme. Kryesisht për inate politike, besoj, dhe kjo tregon domosdoshmërinë e emancipimit shoqëror dhe politik të qytetarëve dhe të politikës po ashtu. Dhe në anën tjetër janë edhe disa mjete financiare të cilat presin trajtimin nga ana e institucioneve të nivelit qendror, por mbi të gjitha, kurdo që do të kemi institucionet, uroj të konsolidohen shpejt, por kurdo që do të jenë ato të konsoliduara dhe funksionale, do duhet pa humbur kohë të trajtoheshin të gjitha me radhë një nga një për të përfunduar aspektin ligjor, institucional dhe politik natyrisht, por për te gjithë këtyre inateve politike të subjektit politike në Kosovë, fatura i bartet qytetarëve natyrisht, sepse janë projekte të cilat mund të prekin disa drejt për drejt mirëqenien e qytetarit, disa në mënyrë torthorazi, por mbi të gjitha ato janë mjetet të cilat janë të dedikuara për qytetarët e Republikës përmes kanaleve institucionale natyrisht, dhe për aq kohë sa nuk kemi institucione të nivelit qendror, ato mbesin pezullt, pra mbesin në pritje për miratim. Shumë shkurtimisht, duke qenë se këtë barë e mbartin qytetarët, siç po thua ti, marr parasysh pikërisht këto pengesa financiare dhe institucionale, si e pashikon, po themi, rezultatin e zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme drejt së cilave duket se po shkojmë në këto kushte? Tani, qytetari i Kosovës pothuajse çdo ditë po vetëdijsohet në kuptimin e vlerësimit të hapave politik, dhe ju e dini që e vërteta në politik janë veprimet dhe jo deklarimet, pra në këtë kuptim qytetari i shef se cilat janë veprimet e spektrit politik, cilat subjekte çfarë kanë vepruar dhe çfarë po deklarojnë, dhe cilat janë rezultatet përfundimisht nga ana e veprimeve që janë ndërmarrë. Tani, a ka nevojë që spektri politik të ketë figura të reja politike, figura të cilat kanë një shkollim adekuat, kanë një profesion adekuat,
kanë një dashni ndaj Republikës dhe institucioneve po ashtu, sepse është mjaft më me deputet të cilët rastësisht kanë ardhur në karrigën e deputetit dhe fatkeqësia qëndron më pas që kemi patur dhe kemi deputet të cilët nuk e duan Republikën me mendje dhe zemër, por e duan me barkun e tyre. Dhe fatkeqësisht kjo pastaj nuk prodhon as politikë kombëtare, shqiptare, as politikë shtetërore për Republikën dhe pasojat dihen pastaj mund të jenë të shumta dhe në vijimësi. Qartë. Pyetja e fundit që kam për Kosovën dhe do të hidhemi tek zhvillimet ndërkombëtare është ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ky i riu Peter Sorensen zhvilloi dje takimin e parë që kur ka marrë këtë detyrë trepalësh mes dy krye negociatorëve, zotit Besnik Bislimi dhe Petar Petković, por pa ndonjë rezultat, po themi kështu. Si analizon këtë takim së pari? Unë prej vitësh kam qenë shumë kritik ndaj ecurisë të këtij procesi dialogimi, për faktin se Unioni Evropian pafundësisht e ka cunguar përmbajtjen e dialogimit, pafundësisht ka qenë i anshëm, duke i dhënë privilegje dhe duke i bërë lëshime të panumërta Serbisë zyrtare. Madje dhe korniza mbi cilën organizohet mbikëqyrët dhe lehtësohet ky proces dialogimi nga ana e Unionit Evropian është një lloj sovjetizimi i këtij procesi. Unë ashtu e kam quajtur për shkak të referencave të cilat i kam dhënë qysh në kohën e politikave të Brezhnevit në 68-ën në Çekoslovaki.